sigurisht askush nuk e do. Lufta që bëhet sot, jo vetëm në Ukrainë, po dhe në vatra tjera që kemi, qoftë në lindjen e mesme apo diku tjetër, apo konflikti midis Indisë dhe Pakistanit, lufta që bëhet sot është mashtrimi më i madh që i bëhet opinionit botëror, sepse nuk është rasti që ndeshen dy fuqi dhe kush do të fitojë, por mbas këtyre vatrave të luftës qarkullojnë miliardat, ushqehet industria ushtarake, rriten përfitimet në kurriz të popujve që sakrifikojnë vuajnë dhe gjakosen, në përkëmbjen në shtete që nuk janë të aftë të përballojnë vetë situatat të kësaj natyre. Pra, lufta që bëhet në emër të paqes, për mua është një mashtrimi më i madh që po i bëhet sot njerëzimit. Të vim më afër çështjeve, ne kemi situatën në rajon. Edhe diçka parë ftehë tek Trumpi, deri ku mund shkojë, se duket sikur ai vrulli fillimit, po zbehet. Nuk do ta gjykojmë që në vrulli fillimit do të zbehet, sepse unë do ta quaja doktrina Trump. Doktrina Trump ka një, si thua, ka synime dhe objektiva shumë të qarta për Amerikën në radhë parë. Sot për sot, ne duhet pranojmë që pavarësisht tendencave dhe teorive që hidhen për të ribër një rend të ri botëror, ne duhet pranojmë që ende bota është drejtohet unipolare, drejtohet pikërisht nga një vend. Sepse fuqia më e madhe ushtarake dhe ekonomike e botës sot janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe dollari amerikan është monedë ndërkombëtare që për rreth 80 vjet, mbas përfundimit të luftës dytë botërore deri më sot, ka pozicionin e vet, ka efektet e veta, ka krijuar marrëdhëniet e veta të ekonomisë amerikane me ekonomitë e vendeve të tjera. Pra, do ta pranojmë dhe është e vërtetë që sot Shtetet e Bashkuara janë njësh i botës, janë fuqia më e madhe e botës. Unë nuk do të flas në pikpamje ushtarake, sepse dihet që të gjithë punojnë. Sot në kushtet e inteligjencës artificiale dhe të zhvillimeve të hatashme teknologjike, po eksperimentohen dhe po bëhen gjëra të jashtëzakonshme, saqë opinionit nganjëherë të thjesht nuk ja rrok dot mendja se çfarë mund të kenë në duar ushtrit në tokë, në det dhe në ajër, apo dhe në hapësirën rrotull tokës, në hapësirën satelitore. Pra, do ta pranojmë që Amerika është njëshi dhe doktrina Trump vërtet po përballet me kundërshtit e shumë vendeve, të interesave të shumë vendeve, qoftë të Kinës në radhë parë, apo të Bashkimit Evropian, po dhe të fuqive të tjera në rritje si Rusia, Indonezia, Brazili, që janë fuqi ekonomike, India, që janë fuqi me një prodhim bruto shumë të lartë. Pra, megjithatë, edhe pse kjo duket sikur në aparencë ka një kosto dhe mund të quhet edhe si një, si thua, ulje e ritmit apo të tempit, kjo është në konceptin e analizës ekonomike, financiare është një sfidë e madhe. Por unë besoj sepse hapat që po ndërmerren nga administrata Trump do ta çojnë vërtet rolin e Amerikës, do ta fuqizojnë dhe ende do të jetë e largët koha që bota mund të drejtohet nga disa qendra. Po e tek eksperimenti që ju përmendet edhe tek miliarda që qarkullojnë që nuk i thuhen publikut për industrinë e armëve, mund shkojë deri tek përdorimi armëve bërthamore në lokale apo jo? Shiko, çështja e përdorimit të armëve bërthamore është një problem vetë dhe që mbart brenda një pikpyetje shumë të madhe. Sot vetëm dy shtete, dy superfuqitë e mëdha, Rusia dhe Amerika,